Presidentja në detyrë e Kosovës, njëkohësisht edhe kryetari i Kuvendit, nis sot takimet me përfaqësues të partive politike për të caktuar ditën e zgjedhjeve të parakohshme. Kuvendi i Kosovës u shpërnda pasi nuk arriti të zgjedhë presidentin brenda afateve. Leonida Bajrami ne kemi një lidhje direkte nga Prishtina. Leonida, të përshëndes. Cilat janë datat më të mundshme për të mbajtur zgjedhjet dhe pashtu cilat janë qëndrimet që mbajnë partitë politike për këtë proces? Përshëndetje edhe për juve, sipas Kushtetutës së Kosovës dhe ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, zgjedhjet e parakohshme duhet të mbahen 30 ditë nga shpërndarja e kuvendit, por jo më vonë se 45 ditë. Kësaj nuk kuptohet që zgjedhjet e parakohshme mund të organizohen më 31 maj ose me 7 qershor. Megjithatë, ditën e sotme, ushtruesja e detyrës së presidentës Albulena Haxhiu, konform detyrës së saj, do duhet të takojë partitë politike në mënyrë që të konsultohet me ta se cilat data preferojnë të mbahen në zgjedhjet e parakohshme. Gjatë ditës së djeshme ka takuar edhe kryetari në Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Kreshnik Radoniqin, i cili tha se KQZ-ja preferon datën 7 qershor, marr parasysh se janë vetëm 6 muaj që nga koha kur herën e fundit KQZ-ja organizoi një proces tjetër zgjedhor, po ashtu të parakohshëm për zgjedhjet parlamentare. Ditën e sotme kanë konfirmuar se do marrin pjesë në takim partitë kryesore shqiptare. Ata do të përfaqësohen nga shefat e grupeve parlamentare, megjithatë pritet që pas takimit të njëjtët të tregojnë se cilat data preferojnë. Megjithatë, duke pasur parasysh që jemi në procese zgjedhore të njëpasnjëshme, ka një dakordim pak më shumë nga ana e partive politike, po ashtu që data me rregullta do të ishte në 7 qershor, pikërisht për shkak të faktit që në 16 muajt e fundit Kosova ka organizuar 5 procese zgjedhore, në 9 shkurt ato të rregullt parlamentar, pastaj në tetor zgjedhjet e rregullta lokale, në nëntor raundi i dytë i zgjedhjeve lokale, pastaj në dhjetor ishin edhe zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare, me që dështoi të formohej qeveria. Qartë, Leonida Bajrami, unë të falenderoj për gjitha këto informacione që sapo na